Me emrin Allahut, mëshiruesi, mëshirbërësi. Të dashur besimtar, të nderuar teleshikues, radiodëgjues, ju uroj mirëseardhjen në këtë program të ri të Miftinisë së Shkodrës, që organizon në kuadër të përkujtimit të muajit të Begat të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, titulluar Si të ishte një copë hënë. Meqense sot është edhe një ditë e shënuar në vendin tonë, që është edhe fillimi i vitit të ri të shkollor në shkollat publike dhe jo publike, ne sot kemi menduar që të përcjellim disa mesazhe, disa këshilla pikërisht për shkollën, për ditorinë, për dijen, përmes haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, që është edhe pikërisht objekti i këtij mesazhi, i kësaj këshille të shkurtër. Të dashur besimtar, s'ka dyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është edukuar dhe rritur dhe mësuar me mësimet hyjnore, sepse dija ose ditoria në përgjithësi është shumë e vlefshme për të gjitha kohrat dhe vendet dhe situatat. Ajo është padyshim që nxitet nga feja jonë islame, është boshti i jetës, është themeli i progreseve, shtylla e civilizimeve, por edhe mënyra e integrimit të individëve dhe shoqërive në mbar botën. Edhe legjislacioni islam, shariati islam është ngritur pikërisht në sajt të dijes. Pra Kurani famlar, që është mrekullia hyjnore dhe më e madhja e Hazreti Muhamedit alayhis salam, është pikërisht që ka filluar me dije. Dhe ju e dini më së miri se fjalët e para të Allahut Azza wa Jall që kanë zbritur të Rasulullahi, profeti i fundit Hazreti Muhamedi alayhis salam, është pikërisht për dijen, për nxitjen ndaj pra ditorisë, holomtimit, mendjes, përdorimit të mendjes e tjerë me radhë. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili të krijoi. Këto ishin fjalët e para, bile ishin edhe të përsëritur nga Zoti Madhniplot, duke i thënë vazhdimisht Iqra wa Iqra. Pra lexo dhe lexo, sepse leximi është ndryshim i mendjeve për të cilat ti je dërguar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dhe ty pejgamber nuk kemi dërguar vetëm mëshirë për të mëshiruar njerëzit përmes mendjes së ndritur. Po ashtu është një varg i gjatë që flasin në lidhje me ditorinë, ne kemi edhe një ajet shumë interesant që Allahu xhaleshanhu betohet pikërisht për penën, Nun wal qalami wa ma yasturun. Noni dhe pashapenden dhe ato që shkruajnë, thot Allahu Azza wa Jall. Dhe është interesant që ne si fetar, si teolog, kemi diskutuar her pas here, dhe është një koincidencë shumë e bukur, por edhe një tërheqje vëmendjes sa rëndësi ka dija ose ditoria. Dhe pikërisht kjo germa nun ka formën e një mjeti shkollor që ne jemi mësuar dhe jemi edukuar si brez, që është hokja e bojës, një mjet që ka formën pikërisht të nunit. Dhe gjitha këto janë element që padyshim ne na tërheqin vëmendjen për t'i dhënë rëndësi dhe kushtim dijes dhe ditorisë, sepse ditoria dallon të mirën nga keqja. Dhe njerëzit e ditur janë njerëzit të cilët japin zgjidhje të gjitha problemeve, konflikteve. E keni parë që kur ndodh një mosmarrveshje ose një konflikt në mesin e dy njerëzve, fisëve ose popujve, të gjithë ftojnë njerëzit urtar, njerëzit që kanë dije dhe që kanë shkollim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili është edhe shembulli, modeli jon i përkryer, wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana limen kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Padyshim, thot Allahu xhaleshanu, te i dërguari i Zotit, keni shembullin, modelin më të mirë për atë që beson tek Zoti edhe në ditën e gjykimit, dhe që e përcjell këtë me dhikrin, me kujtimin ndaj Allahut Azza wa Jall në mënyrë permanente dhe të vazhdueshme. Rasulullah për ne, që është mostra e jonë më e mirë, ka qenë shembull i dijes. Dhe pikërisht për këtë ai ka lënë jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra aplikimin e ditorisë. Një hadith që është shumë i njohur dhe që ne e përdorim vazhdimisht,
talabul ilmi farida ala kulli muslime wa muslim. Kërkimi i ditorisë pra është farz, është detyrë për çdo musliman dhe muslimane. Dhe këtu shohim pjesën e ditorisë që nuk është specifikuar vetëm në aspektin fetar, por dije e përgjithshme. Dija, vllazën dhe motra besimtare, krijon një pozicion ose një vend të veçantë edhe të melekët, të engjëjt e Zotit, ku përmes haditheve profetike ne mësojmë se hapen krahët për njerëzit që ndjekin rrugën e dijes, vlerësohen dhe japin meritat e duhura pikërisht këto krijesa të Zotit xheleshanu që janë melekët. Jo vetëm kaq, por krijon edhe një lidhje të veçantë me Zotin xheleshanu, ku përmes haditheve profetike ne mësojmë se Zoti ja lehtëson rrugën ose udhën për në xhenet ai i cili ndjek një rrugë të tillë të dijes ose ditorisë. Të gjitha këto mesazhe profetike edhe jo vetëm na tërheqin vëmendje se sa rëndësi ka dija dhe shkollimi, dija që duhet vlerësohet nga të gjithë ne, nga të gjitha shtresat, nga të gjitha gjinit, dhe është për mashkullin dhe për femnin. Unë do sjell një përvojë në këtë bisedë të shkurtër, edhe një rast që unë kam një dëshmi dhe nga dha një nxitje ose një kuptim të veçantë për ditorin. Pikërisht kur kam qenë student në vitet e shkollimit në Azher, dhe aty profesori, një prej profesorëve të nderuar, duke dhënë lanën e fikut ose jurisprudencës islame, qelloi që të këndohej ezani i misdites. Dhe dy prej studentave në atë sallën e madhe ku ne ishim pjesë e saj gjatë ligjëratës ose leksionit, çojnë dorën dhe kërkojnë lejen e profesorit doktorit për të shkuar për të falur namazin e drekës. Ndërsa profesori thotë jo. Të gjithë të habitur, veçanërisht këto dy studentë, sepse namazi është farz, është obligim. Dhe kur e pavi reagimin këtyre dy studentëve që kërkuan leje dhe kurreshtin ton përse i ndaloi profesori, atëherë e shpjegoi. Dhe ishte pikërisht edhe kompetent i lanës së fikut dhe jurisprudencës, i cili kishte shumë më kollaj të jap shpjegimin e duhur. Dhe tha: "Shikoni, tha, të dashurit e mi, është e vërtetë se namazi është farz. Wa aqimis salah, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, wa li dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Pra namazi është farz dhe faluni e tjerë prej kuptimit të ajetit kuranor. Edhe kërkimi i ditorisë është farz. Talabul ilmi farida ala kulli muslim wa muslima. Kërkimi i ditorisë është farz, obligim për çdo musliman dhe muslimane. Atëherë në këtë kohë, tha doktori duke shpjeguar këtë rast, janë mbledh dy farze në një kohë, dy detyrime, namazi dhe ditoria. Atëherë logjika që vlerësohet shumë, logjika, mendja që është pjesë e ditorisë, është mjeti i ditorisë, thotë që do t'i japim prioritet atij që ka filluar i pari në kohë. Dhe në fakt kishim filluar me ditorin, pra me leksionin. Dhe ishte namazi që në u bashkuan në këtë farz. Dhe tha, duke vazhduar dhe duke përmbyllur, ne do vazhdojmë të përfundojmë leksionin ditorin islami në këtë rast, dhe pastaj të gjithë së bashku do të shkojmë të falim namazin e drekës. Dhe kjo për mua ishte një nga përvojat që nuk e harroj kurrë, sidomos kur trajtojmë kështu temash për ditorin dhe për dijen islame. Kjo është alternativa që jep Islami dhe nuk është fe e mbyllur, por jep zgjidhje në çdo kohë, në çdo rast. Pra ditoria, vllazën dhe motra, është shumë e gjatë për të trajtuar, por këto janë disa mesazhe ose këshilla që ne duhet i kemi parasysh. Edhe një prej tyre është edhe ditoria e dobishme, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra është lutur vazhdimisht në duat e tij: "O Zot, mban që të jemi ditur ose të kemi ditori të dobishme." Çfarë do thotë ditoria e dobishme? Ditoria mund të jetë edhe ditori jo e mirë ose shkatruese, dëmtuese, siç ka sot raste të ndryshme, që përmes një ditorie jo të mirë dëmtojnë njerëzit, popujt, shkatrojnë vendet, siç janë në raste të ndryshme që ndodhin anë kënd botës. Pra thotë me bën ditori të dobishme, ditori që jam edhe vetë shembulli i asaj ditorie që përcjellet me moralin e mirë, me sjelljen e mirë. Pra një njeri i ditur
është edhe adhurues i mirë, është edhe një njeri i sjellshëm, një njeri me moral të përkryer, siç ka qenë edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Duke në fund të dashurit e mi besimtar, do të përcjellë një fjalë të urtë që është pyetur një njeri i edukuar, i mësuar, i është thënë se i nderoni kaq shumë dietarët të cilët janë trashëgimtarë të pejgamberëve. Ai është përgjigjur, ky njeri i mësuar dhe i edukuar ka thënë që prindrit e mi u ban shkak sebeb që unë të zbres nga qielli në tokë, ndërsa dietarët që janë nur, janë dritë, janë drejtuesi rrugës, bahen shkak që unë të ngjitem nga toka në qiell, pra që të jemi njeri i besimit, njeri i dijes, njeri i sjellshëm. Lutem ashtu siç edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, lakmusit më të mëdhenj në këtë dunja janë lakmusit e diturisë dhe pasurisë. Allah na baf lakmus të diturisë, sepse kur je njeri i ditur, ke pasurinë më të madhe në këtë jetë të hamshuar. Allah na ndriçoj zemrën tonë me dije të vërtetë, me dituri të drejtë. Allah na uzoft njerëzit tonë të dashur, familjen, komunitetin dhe shoqërinë mbar. Zoti i dhasht dije, sepse dija është vlera më e madhe që mund të ketë njeriu në këtë jetë materiale. Të nderuar besimtarë, këtu edhe përfundojmë për sot këtë trajtesë të shkurtër në lidhje me diturinë përmes haditheve të pejgamberit alayhis salam, për të vazhduar inshallah taala me të tjera ligjërata ose këshilla fetare nga teologët e tjerë të nderuar, të cilët do jenë pas here në këtë program të Muftinisë së Shkodrës që ka organizuar në kuadër të muajit të begat të përkujtimit Mevludi Sherif dhe të linjës së Hazreti Muhamedit alayhis salatu wassalam. Nga unë Arben Halluni ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira Allah qoftë për herën mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.